Përshëndetje gjithëve, Këshilli Organizativ, faleminderit për ftesën, edhe i nderuar që jam para një audiencë të tillë. Është kënaqësi me pas një prezantim bashkë me juve dhe në fund eventualisht me pas ndonjë koment. Tema cilën e kam përzgjedhur është inteligjenca artificiale për përcaktimin e dhimbjes, pasi veç jemi në trend me inteligjencën artificiale edhe e tregum dhimbjen prej çysh daton, çysh trajtohet me lidokain, me morfin, po shkenca po shkon përpara, edhe po mendoj që edhe dhimbja është diçka që na duhet me vazhdu me përcjell. Vetëm me lexu definicionin e fundit të shoqatës internacionale për studimin e dhimbjes, International Association of Study of Pain, është i vitit 2020, një përvojë e pakëndshme shqetësore dhe emocionale e lidhur me ose që ngjan asaj që lidhet me dëmtimin real ose të mundshëm të lindjeve. Pas këtij definicioni, i kemi edhe 6 pikat të tjera, të cilat në kontekst këtij definicioni e fuqizojnë definicionin e tillë, domethënë gjitha janë këto në kuadër të definicionit të përkufizimit të dhimbjes. Domethënë, dhimbja është gjithmonë një përvojë personale dhe ndikohet në shkallë të ndryshme nga faktor biologjik, psikologjik dhe social. Dhimbja dhe nocicepsioni janë fenomene të ndryshme. Dhimbja nuk mund të përcaktohet vetëm nga aktiviteti në neuronet sensitive. Përmes përvojave të tyre jetësore, individët mësojnë konceptin e dhimbjes. Raportimi i një personi për një përvojë si dhimbje duhet të respektohet. Megjithëse dhimbja zakonisht shërben si një rol adaptues, ajo mund të ketë efekte negative në funksionin dhe mirëqenien sociale dhe psikologjike të pacientit. Përshkrimi verbal është vetëm një nga disa mënyrat për të shprehur dhimbjen. Pamundësia për të komunikuar nuk e përjashton mundësinë që një njeri ose një kafshë, qenie jo njerëzore mund të përjetojë dhimbje. Domethënë, pika e 6 është sepse që ajo që ne e tregojmë që ne kemi dhimbje, përgjigjja verbale është vetëm njëra prej metodave. Kemi njerëz që nuk mund dhe nuk janë të aftë me e shpreh që kanë dhimbje. Në këtë moment, nëse hymë edhe e pyesim sot një webfaqe të inteligjencës artificiale, me çka e masim dhimbjen, kemi me pasur, do e shohim që, domethënë, më falni. Okej. E dim që dhimbja, domethënë, përpas është tentuar të matet me dolometër, domethënë është tentuar që të bëhet një instrument për matjen e dhimbjes, i cili eventualisht do të ishte objektiv. E dim që suksesi nuk ka qenë i mjaftueshëm sa është. Normalisht i kemi pain scales, siç është VAS score, NRS dhe të tjera, të cilat gjithmonë i dim. Nëse shkojmë më poshtë, kemi me pa që kam na tregu edhe për mjetet e inteligjencës artificiale, ja ku për shumë fund është pain check, është njëri prej tyre me të cilën mund të përcaktohet dhimbja. Domethënë, dolorimetri kush eventualisht ka pas që është tentuar të matet, mirë po, domethënë po besoj që i takon historisë të përcaktimit të dhimbjes. Çka unë mendoj që është shumë e rëndësishme është që shoqata normalisht ndërkombëtare për studimin e dhimbjes ka kohë edhe tenton që dhimbja të jetë shenja e 5 e parametrave vital. Nëse një ditë do realizohej kjo, unë mendoj që edhe përcaktimi i dhimbjes, edhe trajtimi i dhimbjes do kishte me pas nivel tjetër në raport me atë që e bëjmë. Domethënë, trajtimi i dhimbjes do të kishte me pas një nivel më të mirë në raport me atë që jemi duke e pas sot. Shpresoj që një ditë do të realizohet kjo. Personalisht mendoj që ndoshta ajo që dhimbja është subjektive dhe nuk e kemi ndoshta një instrument me cilin na mund ta masim, sikur që i masim ndoshta 4 parametra të tjerë vital, ndoshta edhe disfavorizon përcaktimin e dhimbjes si shenjë e 5 e parametrave vital. Një grup i hulumtuesve në Australi, nuk e di a kanë qenë të partë apo jo që kanë pas idenë, mirë po janë të partë që e kanë realizuar një aplikacion për përcaktimin e dhimbjes. Aplikacioni thirrët Pain Check, i cili është instalohet mund të instalohet në celular të ndryshëm, edhe i cili ja për shembull
ja ku është, domethënë aplikacioni, i cili nëpërmjet atij është përcaktohet dhimbja. Qëllimi i krijimit të këtij aplikacioni ka qenë të mbatet dhimbja te personat të cilët nuk e raportojnë dhimbjen. Kemi të bëjmë me personat me demencë, me Alzheimer, domethënë me sëmundje të ndryshme senile. Edhe në Australi sot është mandatore, domethënë është obligative që secila shtëpi në thojza e pleqve, domethënë që kujdesen për pleq, ta bën matjen një herë në ditë minimum të personave që jetojnë në atë shtëpi, nëpërmjet aplikacionit, domethënë. Është një aplikacion shumë i lehtë mu përdor, e regjistron pamjen e fytyrës me 9 karakteristika, domethënë e kemi domethënë lëvizjen e vetullave, faqes, qepallave të sipërme, hundën lëvizjen, domethënë buzët se janë, edhe nëpërmjet 9 karakteristikave të fytyrës e krijon një imazh edhe e bën përcaktimin e dhimbjes. Domethënë eventualisht jashtë kësaj, personi që e mat dhimbjen me aplikacion mundet e ka me tikë shumë e lehtë mbas ta inkorporoj edhe zërin e pacientit, lëvizjen, sjelljen, aktivitetin edhe formën e trupit, e cila mandej do ta krijonte një pasqyrë ende më të plotë të përcaktimit të dhimbjes. Çka është e mira është me në aplikacion normalisht mundi me regjistru me qindra pacient, edhe cili mandej me kohë na tregon edhe diagramin e dhimbjes tek ata pacient. Domethënë në kohë reale, domethënë kur e ka pas dhimbjen, eventualisht si ka ra me ditë mbas terapisë ose diçka tjetër, e kena shumë para vetës. Çka është interesant, domethënë bazuar për shembull disa punime mu për këta pacientë të tillë, thotë që për shembull deri 80% të pacientëve në moshë kanë ndjenjë ose apo domethënë kanë një dhimbje kronike. 70% të pacientëve që kanë demencë, more than 70 people in age, domethënë më shumë se 70% të pacientëve që janë të shtrirë në këto institucione janë me demencë, edhe mbi 50% të pacientëve që janë me demencë kanë dhimbje të patrajtuar. Domethënë qëllimi ka qenë primarisht me e ofru një aplikacion i cili ka me përcaktu dhimbjen të këta pacient që nuk komunikojnë edhe normalisht pastaj me qenë më efikas në trajtimin e dhimbjes tyre. Çka është me rëndësi ka qenë që mu në tetor të vitit 2025, domethënë jemi para 5 muajve, domethënë 5 muaj me 8 tetor 2025, edhe FDA-ja në Amerikë e ka aprovu, e ka licencu aplikimin e këtij softveri për përcaktimin e dhimbjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që me një farë forme ju ka hap dera këtyre hulumtuesve australian, ku është edhe një shqiptar ndërta, që të hynë në marketing në një industri me $100 miliona, siç është ajo e Amerikës. Do të kjo është vendet ku është duke u përdor, edhe ku mund të përdoret, në fakt se tek ne nuk mund të përdoret hala. Do të thonë janë vendet ku është i licencuar edhe aty mund të blehet, të downloadohet, do të thonë prej internetit, na nuk mund ta bëjmë këtë, mirë po do të thonë në Australi, në Evropën Perëndimore dhe në Amerikë, do të thonë janë vendet ku tashmë është duke u përdorë dhe duke u apliku. Aplikacioni është me pagesë normalisht, kështu që kushton nuk është aplikacion për pagesë, normalisht për cilës edhe ky grup i personave fiton. Normalisht kur e vlerëson pacientin aplikacioni, ka na dërgu 3 shkallë të dhimbjes ose edhe nëse them no pain, s'ka, domethënë 4 shkallë të dhimbjes, 0, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 42, që eventualisht janë në korelacion me VAS scorin. Edhe mbas suksesit që u tregu me aplikacionin për përcaktimin e dhimbjes te moshat e shtyre të pacientët me demencë, të me sëmundje senile, ideja tjetër ka qenë me kriju aplikacionin tjetër për infant. Pain check i infantëve,
ku është domethënë janë grupi i dytë i pacientëve, të cilët nuk janë në gjendje me na jap një përgjigje verbale për nivelin ose karakteristikën e dhimbjes. Është kriju domethënë ky është aplikacion, është i standardizuar e tjera, domethënë është një çështje është interesant që aplikacioni mund të downloadohet vetëm nëpërmjet iOS-it, domethënë nëpërmjet iPhone-it nuk mund të downloadohet nëpërmjet Android-it ende, domethënë nuk është domethënë vetëm nëpërmjet iOS-it. I ka 6 parametra domethënë tek fantët, me të cilët përcaktohet karakteri i dhimbjes. Është 3 sekonda duhet të shtyp butoni të mbahet që nuk është vetëm fotografi, po e regjistron lëvizjen, qartën e fëmijës për 3 sekonda, edhe mandej domethënë na jep vlerën e rezultatin e terapisë. Domethënë prej foshës domethënë prej lindjes deri në 12 muaj, edhe normalisht që ju jep një siguri dhe besim prindërve edhe kujdestarëve që eventualisht të përcaktohet dhimbja, sidomos kur kemi të fëmijë, domethënë a është fëmia e uritur që e përmendi doktor Apostolli, domethënë uria me dhimbjen, edhe normalisht nëse një infanti e ushqen, ka mund dalë me qajt, aplikacioni na ndihmon me bë edhe këtë dallimin që është në pyetje uria apo është dhimbja. Me vazhdu pak më interesant është që kena hulumtime të ndryshme, me cilat, domethënë publikime të ndryshme, me cilat është standardizu edhe u vlerësu e sakt përcaktimi i dhimbjes nëpërmjet penqekut, çka është që edhe ne në Kosovë kemi bërë normalisht me një leje për këtij grupi hulumtues, sepse na kanë jap lejen që ta downloadojmë neve këtë aplikacion. Për shkak se normalisht kemi mujt domethënë ta kemi në telefon, edhe kemi bërë një hulumtim prospektiv, shumica e hulumtimeve të kaluara më herët që i prezantova janë hulumtime kur tek fëmijët për shembull mbas vaksinimit, tek fëmijët dhimbja në bazë vaksinimit. Ne kemi marrë një grup që është eventualisht interesant për grupin hulumtues, i kemi marrë fëmijët ku është bërë cirkumcizioni. Domethënë fëmijët ku kemi bërë cirkumcizion, domethënë prej momentit lindjes deri në moshën 12 muaj, domethënë derisa i kanë mbush 1 vjet, ky ka qenë domethënë grupi i pacientëve të cilët kanë mujt me hyrë në hulumtim. Na ka gjatë hulumtimi 18 muaj për grumbullimin e pacientëve, sepse qëllimi ka qenë që eventualisht ti kemi diku 100 pacient, kemi menduar që kemi ftu më herët, mirë po normalisht për shkak të pëlqimit prindve që ta marrin aplikacionin, se ne ju kemi instalu aplikacionin në telefon kur kanë qenë aty në spital, mirë po domethënë pëlqimi ato tjerat, kena pas normalisht shumë raste që cilat për shembull kanë refuzuar. Kështu mandej kemi menduar që kemi me kry më shpejt, po na ka zgjatë diku 18 muaj grumbullimi i këtyre pacientëve. I kena bë 2 grupe të fëmijëve. Prindë që kanë pas iPhone me iOS e kena instalu aplikacionin, ndërsa prindë që kanë pas telefon Android ju kena jap me bë përcaktimin e dhimbjes nëpërmjet VAS-scorit në mënyrë klasike si bëhet. Edhe i kemi grumbullu rezultatet, në fund i kemi pas 109 prind, domethënë me pacient me cirkumcizion që i kena rekrutu, mirë po për shkak normalisht mungesës kthimit, dhimbja u ma 3 ditë, ka qenë me muajt mëngjes, mesditë dhe mbrëmje, mirë po në momentin që fëmiu tek fëmiu u regjistru dhimbja, u jap kanë pas suposte ose shurup paracetamol ose ushqim, u mbajt dhimbja prapë mbas, në 2 orë mbas asaj. Kështu prej 109 rekrutumëve i kena pas diku në fund 69 mostra me cilat eventualisht e kena kryer hulumtimin. Edhe e kena publiku me një revist të njohur ndërkombëtare për të fëmijëve me përcaktimin e dhimbjes. Edhe rezultatet kanë qenë, domethënë, po vazhdoj kështu, rezultatet, domethënë 45 prej 69, 45 e kanë përdorur penqekun, 24 i kena pas me VAS-score. Kur kanë përdorur penqekun, ne kena pas automatikisht rezultatet e tyre, mirë po për shkak këta me VAS-score duhet me na kthy fletat me të cilat ata i kanë mbush
përcaktimin e dhimbjes, edhe rezultatet kanë qenë të mira, kanë qenë korelacion njona me tjetrën, edhe si me vaskor, edhe me pain check. Mirë po, do më thonë, e kemi pa që edhe ne që prindrit mund të përdorin në mënyrë të besueshme, edhe të njëjtë, do më thonë, edhe vasin, edhe pain checkun në shtëpi. Tek pain checku e kemi vrejt që mbas vlerësimit me pain check, ka qenë ma i shpejt reagimin në konceptin e trajtimit dhimbjes, do më thonë eventualisht e japjes analgjetikëve. Nuk ka pas diçka shumë diçka do më thonë se ndryshimin mes dy grupeve, dhe pse nuk ka qenë qëllimi i hulumtimit mi krahasu dy grupet, ka qenë qëllimi me pa që prind janë në gjendje me e përdor një aplikacion të tillë dhe me pa që aplikacioni është funksional. Jo qëllimi me e krahasu me vasen ose diçka tjetër. Që punimi ka rezultuar shumë i suksesshëm, edhe eventualisht do më thonë kemi pas konkluzione në koncept përcaktimit dhimbjes. Të dy mjetet atë thashë janë të bazuara në vëzhgues, janë dobishme, mjeti me AI tregon disa përparësi në ndjeshmëri. Mirë, po normalisht që kërkimi dhe hulumtimet më të tjeshme janë të nevojshme për që eventualisht të jetë adaptimi më i gjerë, sikur që është adaptimi me pain checkun e parë që e përmendëm tek të vjetrit. Do më thonë tash jemi me të posarinët. Faleminderit për ftesën, kjo ishte prej meje, nëse keni diçka, edhe falenderoj edhe shoqatën si Motors Shqipërisë, bashkë me shoqatën tonë Kosovë, që bashkëpunojmë në këtë formë sikur sot. Faleminderit doktor Fadosi. Unë kisha një pyetje faktikisht, në cilat situata klinike mendoni që aja ka potencialin më të madh për vlerësimin e dhimbjes? Do të thënë paktën nga ky studim si inicius, por edhe nga të dhënat relevante që mund të keni parë juve nga studimet e tjera apo kolegë të tjerë ndërkombëtar. Faleminderit. Do më thonë, përcaktimi i dhimbjes nëpërmjet inteligjencës artificiale, se tash nëse thonë pain check, po bjen që kemi me favorizu një kompani ose diçka, nuk është ajo, mirë po kjo është pionieri i kësaj pune. Është për të vjetrit, do më thonë, për moshat e vjetra tek pacient me demencë është i standardizuar dhe është i certifikum, i licencum me shumë punime, në momentin që edhe FDA-ja, do më thonë, e ka aprovu aplikimin e të veç të regon që, do më thonë, ky software i përmbush gjitha kërkesat edhe nevojat për përcaktimin e dhimbjes. E tregova ku është, do më thonë, sidomos tek personat e vjetër, senil, me demencë, eventualisht ata që nuk kanë komunikim të mirë verbal. Kanë hulumtimet që treguan për shembull se këta pacient kanë dhimbje, e shoqërojnë dhimbje, nuk e raportojnë dhimbjen, sidomos do më thonë jemi të folë për një dhimbje kronike tek moshat e shtyra. Hulumtimi jonë është, do më thonë, aplikimi tash, do më thonë, të grupi 2 të pacientëve të infant, nuk e ka ende sigurin sikur aplikacioni i parë, do më thonë, FDA-ja e ka të aprovuar vetëm tek të vjetrit, ende tek 3 jo. Mirë po, prej përvojës tonë, për këtij hulumtimi tonë, ne kena qenë shumë të kënaqur, do më thonë, me gjitha ato kemi pas për kufizimi i nështë i hulumtimit tonë është mostra nuk është shumë e madhe. Po tash të e pas parasysh që ki pacientat me cirkumcizion deri në moshën, do më thonë, derisa ti mbushin një vjet, nuk është që kena shumë mostra dhe me grumbullu, për shembull, ata që kanë pas vaksinimin, për shembull, ki vaksinimin mundesh me pas me qindra pacientë që ishte në hulumtim, do më thonë, kena pas mostrën e kufizume. Kështu që normalisht edhe kemi duhet me bashkëpunu me kirurg pediatrik, cilët eventualisht munden me na ndihmu, do më thonë, ka qenë një farë zinxhiri, që normalisht kena pas sfida të ndryshme për me realizu, mirë po aplikimi edhe tek fëmijët është, dhe mbas të hulumtimet të tjera që tregojnë, është duke u tregu i sigurt. Do thonë është i sigurt që vlera e cila e jep pain checku është shumë korrelacion me vlerën e vasit, cilë eventualisht prindërit përcaktojnë bazë fytyrës fëmijës ose çka do tjetër.